Prej vitesh vëllezërit Ramiz dhe Rasim Zekaj shfaqen si boshti drejtuesi një rrjeti subjektesh formalisht bamirësie dhe biznesesh ndihmëse, të ndërtuara dhe të kontrolluara brenda rrethit familjar, të përdorura për qarkullimin e parave të ardhura nga fondacionet arabe dhe për shndërrimin e tyre në pasuri të paluajtshme, aktivitete tregtare dhe një mënyrë jetese luksoze që nuk përputhet me të ardhurat e deklaruara, ku njëri mban fasadën fetare dhe akademike, ndërsa tjetri administron flukset financiare, strukturat operative dhe manovrat që mbajnë në lëvizje këtë zinxhir të ndryshkur. Shoqata Gruaja kontrollohet drejt për drejt nga Ndriçime Zekaj, bashkëshortja e Ramiz Zekajt, e cila shfaqet si figura qendrore në drejtimin e administrimit të kësaj strukture, të përdorur si mbulesë për qarkullimin e parave të ardhura nga fondacionet arabe, pra që kalojnë nga një subjekt të tjetri përmes faturimeve formale dhe aktiviteteve të sajuara, pa lidhje reale me ndonjë veprimtari bamirësie apo sociale. Gruaja shërben si nyje financiare, e lidhur ngushtë me rrjetin e subjekteve të familjes Zekaj, duke u ndërthurur me shtypshkronjat Mileniumi i Ri dhe Mileniumi i Ri 2, struktura që përdoren për të justifikuar në letër qarkullimin e shumave të mëdha, përmes shpenzimeve dhe faturave që nuk përputhen me aktivitetin konkret. Mirusha Zeka, bashkëshortja e Rasim Zekajt, mban rolin e administratores operative në këtë zinxhir familjar, duke drejtuar shtypshkronjat Mileniumi i Ri dhe Mileniumi i Ri 2, dy subjekte që shërbejnë si mbulesë për faturime dhe shpenzime formale, përmes të cilave qarkullojnë shuma të mëdha parash në justifikimin e prodhimit dhe shërbimeve grafike, ndërkohë që aktiviteti real i këtyre strukturave nuk përputhet me volumet financiare të deklaruara dhe funksioni i tyre lidhet drejt për drejt me pastrimin e parave të ardhura nga fondacione dhe shoqata bamirësie, të kontrolluara nga rrethi familjar Zekaj. Si u grabitën shuma të mëdha kesh në banesat e familjes Zekaj dhe pse u raportua vetëm një rast? Në banesat e lidhura me këtë rreth familjar janë mbajtur për vite me radhë shuma të mëdha parash kesh, të grumbulluara jashtë çdo sistemi bankar dhe jashtë çdo logjike deklarimi, një praktikë që shpjegon edhe serinë e episodeve të përsëritura të vjedhjeve të ndodhura në këto banesa, ku vetëm një rast është raportuar zyrtarisht në polici, ndërsa pjesa tjetër e humbjeve është mbajtur në heshtje, jo për mungesë dëmi, por për pamundësinë për të justifikuar ligjërisht burimin e parave të mbajtura në shtëpi, destinacionin e tyre dhe arsyen pse shuma të tilla qarkullonin në kesh, larg çdo gjurmë financiare dhe larg çdo kontrolli institucional. Familjarët e këtij rrethi ndërtojnë dhe shfaqin një mënyrë jetese luksoze, me makina të shtrenjta, udhëtime të shpeshta dhe shpenzime të mëdha, të mbështjella vazhdimisht me gjuhë fetare dhe etiketa bamirësie, ndërkohë që prapa kësaj fasade funksionon një sistem i mbyllur familjar, ku të njëjtët emra mbajnë kontrollin e shoqatave, shtypshkronjave, bizneseve ndihmëse dhe flukse parash që nuk dalin kurrë në dritë. Kjo veprimtari prodhon një zinxhir të qartë qarkullimi fondesh, ku bamirësia përdoret si mbulesë. Aktiviteti ekonomik shërben si justifikim dhe pasuritë e paluajtshme bashkë me jetën luksoze përbëjnë destinacionin final të parave të ardhura nga destinacionet e errta. Në të njëjtën kohë zhvillohet një operacion i qëllimshëm për pastrimin e gjurmëve publike, ku artikuj investigativ zhduken nga Google, video goditen me strike në YouTube dhe redaksive u mbërrin kërkesa direkte drejt servereve për bllokimin e përmbajtjes, gjithmonë me justifikimin e përdorimit të dhënave personale, ndonse bëhet fjalë për kompani, prona, transferta dhe veprimtari ekonomike me interes publik. Kjo strategji mbështetet te përdorimi i njohurive teknike të rinjve të lidhur me rrethin e Rasim Zekajt për të anashkaluar ligjin dhe për të fshirë çdo artikull investigativ që ekspozon aktivitetin financiar të këtij rrjeti, duke synuar lodhjen dhe heshtjen e medias dhe jo përballjen me faktet. Megjithse ja kemi thënë edhe tek artikulli paraardhës, po ta themi prap, lodhe shkot me media në Rasim. E provoi dhe Hoxh Elvis Naçi, por nuk ja doli dot. Qirrja e maskës fillon tani, ulu dhe rehatohu. Lidhjet shtrihen nga Tirana në Doha të Katarit, ku protagonist shfaqet profesori Ramiz Zekaj, një personazh që ka përvetësuar përmes manovrave financiare pasurime vlerë miliona euro, produkti donacioneve nga Katari dhe Kuvajti. Në këtë skem përfshihen kolegji universitar, shtypshkronja, ambient shoqatash bamirësie, vila, apartamente dhe rrjete dyqanesh. Të gjitha të ndërtuara mbi para donacionesh të devijuara nga qëllimi fillestar. Kolegji Universitar, Instituti Kanadez i Teknologjisë, funksionon si një strukturë që përzien fonde donacionesh nga Katari dhe Kuvajti, me pagesa studentësh dhe burime të tjera, duke i devijuar drejt xhepave privat. Veprimtaria zhvillohet prej vitesh në nënvëzhgim pasiv të institucioneve ligjzbatuese, që nuk kanë ndërhyrë as në momentin e tjetërsimit të godinës në Porcelan, Tiranë, një pasuri me vlerë miliona euro, e përfunduar në duart e Ramiz Zekajt për vetëm 900.000 lekë. Në vitin 2011, themelohet në Tiranë shoqëria TALM Albania, me objekte në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor, si degje TALM Group, në Doha të Katarit. Aktiviteti zhvillohet në ish blok në ambientet e qendrës Zayed.
me karakter fetar. Një nga asetet kryesore të kësaj shoqërie ishte Kolegji Universitar i Institutit Kanadez të Teknologjisë. Për regjistrimin e shoqërisë autorizohet Ahmad Ben Abdenabi, shtetas tunizian me aktivitet të dyshimtë në Shqipëri. Pronari i Talm Group në Doha rezulton Gabim bin Saed Al Saad, sipërmarrës me pasuri të paluajtshme dhe themeluesi disa organizatave të bamirësisë. Në shtator 2012 shoqëria ndryshon emrin nga Talm Albania në CIT. Në vitin 2013 shfaqet Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari, të cilit i dhurohet kompania shqiptare nga Talm Group në Doha. Në gusht të 2019 Ramiz Zekaj blen kompaninë CIT për 900.000 lek nga Al Kuwari, duke marrë në pronësi edhe godinën e kolegjit universitar. Një pasuri me vlerë miliona euro kështuash në duart e Ramiz Zekajt për një shumë simbolike. Në krye të institucionit vendoset vetë Zekaj, ndërsa aktiviteti i Institutit Kanadez karakterizohet nga mungesa e transparencës dhe struktura të paqarta financiare. Instituti Kanadez nuk është aseti i vetëm i ndërtuar mbi këtë skemë. Në Gjafzotaj të Durrësit, një godinë që funksionon si shtypshkronjë me vlerë miliona euro, rezulton gjithashtu produkti donacioneve të errta nga Katari dhe Kuvajti. Pasuria përvetësohet nga Ramiz Zekaj, regjistrohet në emër të bashkëshortes Ndriçime Zekaj dhe administrohet nga vëllai i tij Rasim Zekaj. Godina kamuflohet përmes fondacionit Mileniumi i Ri 2, i cili ka qarkulluar shumë të mëdha donacionesh pa transparencë. Përmes këtij fondacioni i lidhur drejt për drejt me Institutin Kanadez, qarkullojnë çdo vit qindra mijëra euro, ndërsa aktiviteti formal i shtypshkronjës shërben për të justifikuar flukset financiare. Fondacioni Mileniumi i Ri 2 themelohet në shtator 2016 dhe kontrollohet nga Sky General Trading 52%, Mileniumi i Ri 40% dhe Rasim Zekaj 8%, i cili mban edhe rolin e administratorit. Pronare e Mileniumi i Ri është Ndriçime Zekaj, bashkëshortja e Ramiz Zekajt, e cila kontrollon edhe shoqata të tjera përfshirë shoqatën gruaja, të përfshira në qarkullime financiare të dyshimta. Sky General Trading, me shumicë aksionesh në Mileniumi i Ri 2, funksionon si agjenci imobiliare dhe përdoret për shndërrimin e parave të donacioneve në pasuri të paluajtshme. Administrator rezulton Rasim Zekaj, figura kyçe në menaxhimin e këtyre flukseve, ndërkohë që në Shqipëri Rasim Zekaj administron pasuri e miliona euro. Në Kosovë ai rezultoni përfshirë në një dosje korrupsioni dhe mashtrimi me fondet publike të bujqësisë. Sipas dosjes penale përmes kompanisë Organic Herbs, Zekaj përfitoi subvencione për bimë medicinale, ndërkohë që në terren kishte mbjell jonxh, kulturë që nuk përfshihej në skemën e subvencionimit. Paratë publike sipas hetimit janë devijuar për ndërtimin e vilave pa leje në zonën turistike të Stankajt në Pej. Në dosje përmenden rishfete ndaj zyrtarëve të AZHB-s, përfshin drejtorin Luan Statovci, i arrestuar në vitin 2021, si dhe sekuestrime masive kesh, armësh dhe automjetesh. Evidenca, dokumenta dhe transakcione tregojnë se vëllezërit Rasim dhe Ramiz Zekaj qëndrojnë pas një skeme të strukturuar për pastrimin e parave të donacioneve nga Katarin dhe Kuvajti, të shndërruara në pasuri të paluajtshme nga Tirana në Prishtinë, në maskën e bamirësisë dhe ligjërimeve fetare. Nawaf Mohamed Ali Hamud Fahaz dhe Ghanem bin Saed Magad Al Saad Al Kuwari rezultojnë personazhe kyç në këtë skemë, ndërsa aktiviteti ka funksionuar për vite të tëra në nënhundën e institucioneve ligjzbatuese shqiptare.